Dhe rikthehet sërish të dashur miq tek ne rubrika të suksesshmit. Këtë herë do të ndalemi tek Lazgush Poradeci, i madhi Poradeci. Kam gjetur një poezi shumë të veçantë të tij, një poezi që nuk e kisha dëgjuar asnjëherë dhe do doja të ndaja me ju sot. Është Gjuha e zjarrt. O gjuhë e shëntëruar, o mall me shpirtin plot, o vetëti me qiellit që fërfëllon me flak, o dielli llaftaruar që ndrin si piklot e ndritur, po ndri në rrezet tua, po ndri e papandehur po qaj pak e nga pak, sepse prej botës suaj kam mbetur kaq i huaj. Kam betur kaq i huaj, dhe ndryshur edhe shkret, prej ligjëratës sate, që më çudit, o zjarr, me gjuhëra prej flake, ti djeg, ti flet, ti pret. Do të vi pran mirush, e duke vuar, e lakën vraparake nër kraha do ta marr, pasi kuvend të shkruar, do të ta qik me duar. O këngë e shëntëruar, o verb i lar nar, o zjarr që më përflakesh si yll vetëmitar, o fshehtësire ndezur në fill prej shkreptime, kur të këndoj me gojë, kur të kuptoj në kartë, po si një krah haruar ti dhemb, o gjuhë e zjarrt, po si kullimi gjakut që rreh në zemër time, ti ndrin në thelb të jetës, si dritë e kuvënduar, o gjuhë e zemrës ime, o mos e kuvënduar. Lazgush Poradeci është poeti lirik që sjell në letërsinë shqiptare një ndjeshmëri të veçantë të fjalës, të tingullit. Në konceptin e tij poeti është krijues, pra është një perëndi që me fjalë krijon gjithësinë, universin njerëzor. Vet Lazgush Poradeci krijon një univers të vetin poetiko-filozofik.